Rreth 20 metra shtëpinë e kanë larg nga lumi. Deri në ora 4 të mëngjesit e kanë pastruar ujin nga obori, ndërsa një pjesë depërtoi edhe në banjo. Jemi këtu në Batincë tek një familje 4 antarëshe, pra siç mund të shihet, obori është i stërmbushur me baltë. Ata tregojnë se komshinët u kanë ndihmuar me pompa për ta hequr ujin nga vërshimet e mbrëmshme, pra se deri ku ka qenë mbushur me ujë mund të shihet të dukshëm këtu tek muri, pra nga ana tjetër shihet edhe balta të cilët i kanë mbushur thasët për ta larguar. Një banore tregon se shtëpia nuk ka shumë dëme, ndërsa tek shupa ku djali i saj ka mbajtur mjetet e punës për ndërtimtari, të gjitha janë prishur. To su materijali, sve oni vredni što treba da se radi. Ali, sad koliko koštaju ne znam, ali to je skupo sve bilo. Ali sve moram da ga bacimo. Pa dete raboteš ono, sore gips, so kući kako se pravi neđe koji firmaši i daše, ali Sega mora da kupi nov materijal. Kemi ardhur në një shtëpi tjetër këtu në Batincë, pra një familje 10 antarëshe ankohet nga vërshimet që kanë ndodhur mbrëm, pra siç na tregoi prapa kamerave, gjysma e oborit është shembur, pra ka rënë më poshtë. Zonja e kësaj shtëpie, Natasha Mustafovska, për televizionin 21 tregon se hapësira e cila është shembur aty e kanë pasur kuzhinën, ndërsa tani thot se nuk kanë kushte për jetesë, sepse gypat e ujit kanë plasur dhe stufa elektrike ka rënë poshtë. I samo slušavme zvuk, koga gledavме тука могло вода, варда се пуштеле брана, не знам, и ние се плашевме. И кога гледав палнало оваа терасата, цела поштел бараката, деца поштеле да вика, да плачат. Излезев тука утрисат со деца, цело ног не спиевме. Седевме тука, а услови ништо немаме. Ndryshe, rishjet e mëdha të shiut shkaktuan daljen nga shtrati të lumit Markova, me çka shumë bodrume janë përmbytur. Situata sot është më e qetë, lumi është kthyer në shtratin e vet dhe rrugët janë të kalueshme. Në terren sot kanë qenë ekipet e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, të cilët kanë ndërhyrë me pompa për të nxjerrë ujin. Nga Instituti Hidrometeorologjik paralajmërojnë se niveli i ujrave në lumenjtë e vendit është rritur dhe rishjet e shiut do të vazhdojnë gjatë gjithë javës.